الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم تداشر vlezër musliman Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradih në jetën disa minut dhe marëm disa fri në njën e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam duke i lutë Allahut fuqi plot Allahut të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm që aj me mëshirën e vetë neve si gjunahkar pre azapit të gjehenemit të nashpëton Gjennetul Firdausin nasib të naba amin. Vlezër të dashur jemi në hijen e surës së bekuar suratu Ibrahim e posaçërisht në hijen e ajetit që përcollat para jush i inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minut nga jeta jonë mjaft e shkurt duke shpresuar në Allahun Dhul Gjelal që frimarjet tona të cilat i harxojnë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me Gjennetul Firdaus të nëj kompenson amin. Vlezër të dashur Allahu Dhul Gjelal në spjegoj për imanin dhe për mu'minin pra imani është shahadeti dëshmia se nuk ka zot tjetër pos Allahu dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe pasi të vdesin do të ringjallemi besojmë në gjithë melaqet në gjithë pejgamberët në gjithë librat e shpallura pra ki njeri logaritet iman ki besimtar pra logaritet mu'min i vërtet si e pas ka shembullin në Kur'an e ka shembullin si kur një dru i thellë ngulitur në tokë i drejt e fritzënës andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshkrujti drunin e hurmës me imanli me besimtar nga se besimtari është i qëndrushëm besimtari është fritzënës besimtari është i drejt besimtari është krenar ai që jeton me bindje dhe me iman të fort dhe me princip në islam dhe nuk luhatet Allahu Dhul Gjelal thot yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allahu i bën të qëndrueshëm ata që kanë besu pra besimtarët bil qawli thabit pra me shahadetin në dunjo dhe ahiret në dunjo janë të qëndrueshëm stabil jo të luhatshëm jo labil pra janë të qëndrueshëm ata kur ata janë të qëndrueshëm Allah i bën të qëndrueshëm edhe në momentin e vdekjes dhe natën e varrit ata janë të qëndrueshëm ata nuk janë të dishimt andaj vëllezër të dashur ai që është i qëndrueshëm në këtë din ai cili gajloset për këtë din
Si që tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kur pasi qëndroi jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa fise arabe thanë, na do të vazhdojmë në islam, do të vazhdojmë të falim namaz, të agjerojmë Ramazan, të bëjmë haxhin, por nuk do t'japim zekat. Zekat nuk do t'japim. Pse? Se zekatin ja kemi dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka ndru jetë, mos zekat nuk japim. Si të do të Ebu Bekri të na pranon në islam, ne të na pranon, po nuk don, ai me të bon çka të don. Ndërsa ne mos zekat nuk japim. Kjo është një ndodhi shumë e rëndësishme në historinë islame. Ebu Bekri radiallahu anhu tha, wallahi, nëse mandalin mu një kërpesh që ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo deven, por deven e kanë lidh me kërpesh dhe ja kanë qu pejgamberit. Nëse ma bin deven e don ta merr kërpeshin, unë ato do ta luftoj. Pse? Se kështu fillon dobësimi dhe mangësimi i islamit. Fillon dal nga dal të mangësohet. Kur i thanë Ebu Bekrit radiallahu anhu, ja Ebu Bekr, na kemi problem me tjerët, me mushrik, me afiset arabet të tjera, lejti këto si të muslimon, ani se nuk japin zekat, ti tolerojnë pak. Qka tha Ebu Bekri? Këtu është po enta jo në vlezër të dashur. Qka tha Ebu Bekri radiallahu anhu, tha, e jun ka su dinu wa e ne haj, a fillon të mangësohet feja unë duke qenë gjallë? Subhanallah. A do filloj feja të mangësohet, ti të konë gjallë? A do filloj në familjen tonë të dobësohet feja, ti të konë gjallë? A do fillohet të lihet namazin në shpinë tonë e ti falesh? A do fillon në shpinë tonë të mos ketë mbules, të mos ketë në mustë? A do fillon ti të konë gjallë? E jun ka suhave dinu e në haj? Tha Ebu Bekri radiallahu anhu, a do filloj të bëhet në kësan, të mangësohet, të cungohet ki din, unë duke qenë gjallë? Tha jo vallahi. Subhanallah. Dhe ju shpalli luft atyre që dashën të lonë zekatin, që dashën të mos japin zekat, ju shpalli luft Ebu Bekri në momentin shumë të vështirë. Pse boni këto? Që të mos fillon mangësimi fes. E ku kam rritë sot mangësimi fes në mesin tonë vlezër të dashën? Sa pjesë të dinit jonë bon në kësan e ne as pak se kemi derë. Sa pjesë të dinit jonë anullu, jonë anashkalu. Allahu dhul Gjelal thot, in të ansurullahe, janë surkur. Nëse ju e ndihmoni dinin e Allahut, Allahut dhe t'ju ndihmon juve. Pra nëse ju nuk e ndihmoni dinin, nëse ju nuk gajlosni për këtë fejë, nëse ju nuk e përmeni këtë din, ju ama hiq nuk jeni ati pari, në borin e fes nuk keni hiq, e keni mshel derën, keni dal jashtë, e keni lonë fen brenda, dhe ju ngajni jashtë oborit të dinit, atëher nuk ka ndihën pre Allahut, atëher nuk ka ndihën pre Allahut. In të nësurullahe, jenë surukom, wa ju thebbit akdamekum, dhe do t'ju bëjt të qëndrushëm, do t'ju bëjt të gudzimshëm, do t'ju bëjt të fort, do t'ju bëjt krenar. Kur ju do t'a kini dinin e Allahut dhul Gjelal me vete, kur do t'a lini dinin, vallahi nuk do vlen kur nisen. Andaj qëllimi armiqve të muslimonve, largimi muslimonve nga feja e tyre. Kur të largohen muslimon nga feja, atër askush mo me to nuk ka problem. Ama askush nuk ka problem me ato që është largu nga feja. Andaj njëherë, Papa i Ramës para disa viteve, ka mbajt një mbledhje dhe ka thonë, muslimant me gjdo kusht ti largojnë prej fejë. Njoni tha, po qka na vinë ato? Ti largojnë prej islamit, ti fusin krishterizëm? Tha jo, nuk na duhen. Ato që largohen prej islamit s'kan qka të vinë, tha asë në krishterizëm. Ato që ka e lanë islamin, s'ka që ka të vlenë. Aj që se ndëron fejën e vetë, të hujnë ma hiqë. Andaj Papa tha, qëllimi jo nështë, ti largojnë prej islamit dhe ti lonë pa fejë. Largimi nga islami do të thëtë pa feje.
Atëherë kur ai është pa fe, s'ka dashuria të dheu. Andaj vëllezër të dashur, ai që është i qëndrueshëm në din, Allahu e bën të qëndrueshëm në çdo aspekt. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja pan caktime të bardha në mjekrën e bekuar të tij, i than ja Rasulullah, ke fillu të zbardhësh, sa shabetni suratu Hud wa akhawatuha. Sa më ka thënë surja Hud dhe motrat e saj. Pse surja Hud? Se në surën Hud thuhet fastaqim kama umirta. Qëndro ashtu siç je i urdhëruar. O musliman, qëndro në dinin e Allahut Dhul Jalal. Qëndro në binarin e këtij dini. Mos gabo të luhatësh e të dalish prej binari, se vagoni i cili del prej shine, mo nuk lëviz. Ai mo bëhet katastrofë kur del prej binari. Një vagon me dal prej binari bëhet katastrofë, po një umet me dal prej binarit vet, çka pritet atëherë? Me dal prej katalogit, me dal prej shinës vet, çka bëhet? Andaj tha Kurani Kerimi, fastaqim kama umirta. Vazhdo i qëndrueshëm ashtu siç e urdhënu prej Allahut Dhul Jalal. Pra, është thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga ki imperativ, nga ki urdhën kuranor, është thënë pejgamberi. E Omerit radiallahu anhu, kur ja pan cakime të bardha, i than, ke fillu të plakesh ja emir, tha, elhamdulillah që jeta ime ka kalu në islam. Elhamdulillah që jeta ime, rinia ime ka kalu në këtë din, pra je krenar dhe vajdashëm. Kur të vije vitit të cilin ti e ke mbush vitin, e don të festojsh ditëlindjen, për kujtoja vetes njëherë dhe thuj, elhamdulillah, i bona 15 vjet musliman, i bona 15 vjet kujtoj, këto kujtoj mës ndis qira, mës blejt torte, e mës këndot kënd të krishterizmi, gjatë ditëlindjes. Pra, për kujtimi ditëlindjes, për kujtimi i jetës tënde është krenari, se ti e ke kalu në islam. Andaj Omeri tha, elhamdulillah, e kalova rinin time dhe fillova të zbardhen në mjekrën time, unë duke qenë musliman. Kështu e kanë pas dert o vëllezër të dashur njerëzit jetën e tyre. Andaj nipi Ebu Bekrit radiallahu anhu, Urwa bin Zubair, ishte në gurbet në Siri, nditi dhimbje në këmbën e ti dhe këshillun mjekët që t'ja presin këmbën, dhe ai pranoj se nuk ish tek tjetër, nuk ish rrugdalje, e pas ja pren këmbën, pas jerë në vete, e mori këmbën e vete në dorë, këmbën e vete mori në dorë, se duhet me qu të varët këmbën e ti, me varos, para se ta qojnë, pasi që mbështjellën, tha ma jep një këndej, e ju drejtu këmbës vetë, dhe tha, oj këmba ime, ti do të shkosh para, unë do të vim rapa, por te ti e kam një lutje, që në ditën e gjykimit të dëshmosh para Zotit se unë ty në haram nuk të kam përdorur. Oj, koma ime, bën dëshmi para Zotit se unë me ty në haram nuk kam udhtu. Unë me ty në haram nuk kam udhtu, kamba ime. Po ashtu do të bëj dëshmi edhe syni tanë du t'i thush, o syni im, bën dëshmi në ditë mahsherit se unë ty në haram s'të kam përdor, në haram me ty s'kam shiqu, veshi im ban dëshmi se në haram s'kam dëgju, me muzik nuk jam angazhu, fjallët e huja si kam përcjell, si kam ingjizu, së më kanë interesu, dora ime ban dëshmi se unë haram nuk kam përdor, haram nuk kam prek me ty. Kështu pra vëllezër të dashur, musliman të pare kanë llogarit vetveten, duke u nis nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, llogarit një vetveten para se të llogarit një ditën e mahsherit, që ta dini pak llogarin afërsisht se ku do t'ju del, po që se nuk e llogarit ti në dunjë, në ditë mahsherit do të duket krejt dallash, krejt gabim ka me t'u duk. Do të mendosh se ti kanë bo me laqet, të kanë bo zullum, ti kanë shkru disa të këqia që ti si ke bo, por Allahu Dhul Jalal do t'i thot dorës tande dhe times, urdhno fol, a e ka bon këtë haram, dora do të thot po. Ti do të mundohesh ta mohësh, por syni do të dëshmon se ka shitun haram, e do të dëshmon veshje kështu me radhë. Pra vëllezër të dashur, këto njerëz kështu e kanë llogarit vetveten. Andaj Allahu Dhul Jalal i ka bërë të qëndrueshëm në din,
ata të cilët e kanë fillu. Që ka thot Allahu dhul xhelal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allahu i forcon ata që kanë besu. Pra ne duhet fillojmë së pari e pastaj të vjen ndihma Allah. In tansurullaha yansurukum. Nëse ju ndihmoni dinin e Allah, nëse ju ndihmoni vllahun tuaj në din, nëse ju ndihmoni nevojtarin, nëse ju ndihmoni të sëmurin, nëse ju ndihmoni vllahun tuaj, ndihmën e Allahut e keni me vete. Ama ju duhet filloni. In tansurullah, ju duhet filloni. Çka tha Allahu dhul xhelal në hadithi kutsi? Kush ngrihet në 3 hiset natës para sabahut në kohë të sifirit, kush ngrihet dhe bën taube, pendohet, Allahu dhul xhelal thot ja pranoj pendimin, bën istighfar, ja fali gjunahet, kërkon prej meje, unë ja jap, ama ti të fillosh përpara. Ti duhet të fillosh vëllai dashur. Na duhet të ngrihemi aty ku na don Allahu dhul xhelal. Të mos prisim që Allahu të bjen në dëshirat tona. Jo, na duhet të ngrihemi atje ku na kërkon Allahu dhul xhelal. E çka bën Allahu? Ju thabbit. Atëherë Allahu të forcon në din në këtë dynjë dhe je krenar në dynjë wa fil akhirah dhe në jetën tjetër. Prej ku fillon jeta tjetër? Jeta tjetër fillon prej momentit të vdekjes. Ai që ka qenë qëndrueshëm në shahadet, kur ti vi momenti vdekjes, kur ai mo është largu me krejt bot kuptimin nga kjo jetë, kur ati mo nuk i duhet kur nise prej kësaj bote, vllai dashur, kur vi momenti vdekjes, kur ai është në agoni, në jastikun e vdekjes, nëse ka qenë i ri e ka desh kerrin modern dhe afrohu të veshi dhe thuj, po ta blen pre saloni një kerr 0-0, më të modernizum, a do t'i intereson? Jo. Po që sa i ka desh dugonjat, thuj ta japim kret qarshin, e i këmu, jo. Po që sa i ka desh dish tjetër, si intereson, alo në dunjo, a i me trupash në dunjo, por ka fillu procesi ahiretit, a i mo nuk ashtë interesum për këtë dunjo. Andaj vllai dashur, ke kujdes për këtë moment të vështirë, që do të paraqitet iblisi, do të paraqitet shejtani në fotografinë e babës ose të nonës të cilin e ke përcjell para teje. Nëse ka ndru jetë baba dhe nona, do të paraqitet shejtani në fotografinë e babës. A di çka do të thot? Biri im i dashur, unë e vdiqa si muslimon kisha gabu. Gabim kishte qenë që unë vdiqa me shahadet, që unë vdiqa me la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Gabim ishte kon, ishte dash me vdek jo si muslimon, si jahudi ose si krishter, si pa fe, ishte dash me vdek jo si muslimon. Shejtani i thot momentin e vdekjes, e ai që nuk e din mbashtrohet, baba duke lut me lot në sy, nona i del nga ona tjetër, biri me vladi imi dashur, unë e vdiqa si muslimon, këm gabu, të lutem ty bere mos gabo, mos vdiq si muslimon, amon, të lutem se s'ka shpëtim si muslimon. Ai që nuk ka qenë në rjedha, ai që s'ka pas vakt shkon në xhami, ai që s'ka pas kohë të lexon një libër të fesë, ai që nuk ka shmar me din, ai do të mbashtrohet. Kur ta shef nonën dhe babën se lutin që të mos vdes si muslimon, atëherë do të thot e po mirë pra nuk jam muslimon dhe do vdes pa iman. Zoti na ruaj. Kush të ban të qëndrueshëm këtë moment vëllezër të dashur, që iblisi mundohet të të mashtrojë me çdo kush, por ti që e ke ditë si muslimon, e di çka do të thosh? Iblis, ti je në fotografinë e babës tim, unë e di se ti don të mbashtrosh. Ti e paraqit mu në fotografinë e nonës, por kote e ki, ti s'mund të më mbashtrosh mu, se unë kam jetu musliman dhe do të vdes me iman. Kush do të thotë o vëllezër të dashur? Ai që ka qenë në rjedha, ai që ka qenë i qëndrueshëm në këtë din, ju thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ai që ka qenë i qëndrueshëm në këtë din, duke qenë gjallë, do t'jetë i qëndrueshëm edhe në momentin e vdekjes. Kur ti vin me latjet t'ja marrin shpirtin. Ju e dini vëllezër të dashur, se ka dy lloj melek
që marrën shpirtin e njerëzve. Një grup quhen Melaiketur Rahme, melaqet e mëshirës. Qetra grup quhet Melaiketul Adhab, melaqet e gazetit, melaqet e ashpra, të trishtueshme. Ai që ka qëndru si besimtar, e ka fillu jetën musliman dhe e ka mbaru si musliman, ati dhe t'i paraqiten melaqet e rahmetit, me buzkeshje duke i thonë la te khafu wa la tahzanu, mos u frik dhe mos u trishto, dhe mos u piklo dhe mos u dëshpro, mos ke frik për të ardhmen tënde, dhe mos u dëshpro për të ato që i lemrata, mos ki gajnë, as të vladit, as të familjes, mos e ki dërp se i ka marrë në mbrojtja Allahu Dhul Gjalal, se ti i ke eduku në islam, i ke lanë me namaz, i ke lanë me Kur'an, mos bajt dërp për ata. Por le ban dërta i cili i ka lanë me haram, i ka ushki me haram, si ka mësu Kur'an, si ka angazhu me islam, a ish problemi ati, ndërsa ai që ka qeni kujdesur, do t'i thonë me laket, la te khafu wa la tahzanu, nahnu auliaukum fil hajati dunja dhe fil ahiret. Na jemi dashamir tu në dunja dhe në ahiret. Na jemi dashamir tu në dunja dhe në ahiret. Kush? Me laket e rahmetit. U abshiru bil gjenneti leti kuntum tu adun, dhe t'japi miqde me gjennetin të cilin ta ka premtu Allahu Dhul Gjalal. Dhe fillon t'ja marin shpirtin dal nga dal, aj edhe nëse nuk mund të shpreh, nuk ka fuqi të thot shahadetin, në trunin e ti qarkullon fjala la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Por preferohet që kur jemi afër atij që është duke dhënë shpirt, preferohet ne ta themi shahadetin, ne ta themi dëshmin la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, se ajo është me gaflet, ajo është me atë agoninë e vdekjes. Prandaj duhet të kujtojmë shahadetin. Vëllezër të dashur, andaj i vinë me laqet e rahmetit, janë nxjerrin shpirtin, ai duke përkujtu imanin, duke përkujtu mëshirën e Allahut Dhul Gjalal, duke përkujtu faljen e tij, duke ditë vetveten gabimtar, sido që ka qenë, e din se s'ka mujt me qenë musliman 100%, e din veten ai, e llogarit, edhe nëse ka qenë musliman i mirë, e ka frikë, përsëri e ka frikë vetveten. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi ta viziton një njeri i cili ishte drejtuar për vdekje. Pejgamberi e pyeti, tha si e ndin veten? Tha ja Rasulullah, e khafu dhunubi wa arju rahmeta rabbi. Tha ja Rasulullah, i kam frikë gjunahet e mia dhe kam shpresë në mëshirën e Allahut. Shikoj vëllai, i kam frikë gjunahet e mia, por kam shpresë në mëshirën e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai njeri që gjendet në këtë gjendje gjatë vdekjes ka shpëtuar. Pse? Ka frikë nga gjunahet e tij, por ka shpresë në mëshirën e Allahut. Pra shpresën nuk duhet harru asnjëherë, por nuk duhet më mbashtru vetëm në shpresë në mëshirën e Allahut, por duhet pas frikë gjunahet tona, sa të jemi gjallë, dhe momentin kur të vinë me laqet me marë shpirtin, me laqet e rahmetit, ja marrin shpirtin ati të mirit. Vëllezër të dashur, e çka bëjnë pastaj? U nda shpirti prej trupit. U nda. Dhe ma nuk i thënë njeri, por i thënë gjenazë. Subhanallah. Ne çka bëjmë? Angazhohemi me trupin. Na kemi punë me trupin. E shpirtin e marrin me laqet që e kanë nxjerrë nga trupi, me laqet e vdekjes, ato që e kanë nxjerrë, e pastrojnë, po si që pastrojnë nga trupin, ato e pastrojnë shpirtin, e parfimosin me parfim, me miris gjeneti, dhe mbështjellin me qefin, me mindil të mëndafshit gjeneti, e mbështjellin shpirtin, dhe ja u dorëzojnë me laqeve që e kanë shoqëru tan jetën, me laqes në kratë të gjatë, dhe ajo në të majtë që e kanë shoqëru gjatë jetës, që ja kanë registru veprat e ti, ja u dorëzojnë këtyre dy me laqeve. Dhe këto dia e marin të mbështjellur me mandash të gjenetit dhe i parfimosur me parfim gjenetit dhe e ngren lartë. Kur afrohen të qielli i dunjo, se ma u dunjo, hape dera dhe thojnë me laqet,
kush është me ju? Thojnë, me na o shpirti filanit, birit filanit. Thojnë, merhaben bihi, mirë se vjen, dhe hapet qilli për ta. Dhe thojnë, qështë ka arame mirë? Thonë, arama e parfimosjes me parfim të xhenetit, shpirti filanit, birit filanit, dhe kështu i kalën 7 katë qej, dhe e qëjnë në Sidratul Muntaha, dhe adje ta shef vendin ku do ta ka. Shpirti e shef vendin në Xhennetul Ma'wa, dhe knaqet. Pasi ti ja tregojnë, atëherë i thojnë me laqet, a e pave? E pash, hajde tash kthejmë. A di shka thot? Por i zatë Zotit mos më qoni përsëri në dynja. Aman mos më qoni përsëri në dynja. Nga e mira që ka pa, a i mon nuk do në vijen dynja. Mirë po neve në dhimë se të ndonjo kur vdes. Kur vdes do një smund, do një paralizum, do një plak, që ka vujt, që ka themi? U pas ka kurtalis. E kur vdes do një ri, do një shëndosh, pse nuk themi u pas ka kurtalis? Po në dhimbet. Wallahi edhe ajo është kurtalis prej dunjas, dhe adje ku ka shku e ka gjetë ma mirë, nëse ka shku me iman dhe me punë të mira. Andaj vëllezër të dashur, njëherë pat ndru jetë një vëlla musliman, i cili ishte shumë i mirë, edhe jetën e kishte mirë, kur donë gjenazja nga dera shtëpis, një që ishte pranë mua më tha, hoq bre më dhimbet ki. Thash pse? Tha alihet ki saltanat. I ertë shumë keqë. Se këtë e kishë mbashtru saltanati dunjos, e kishtë harruat të ahireti. Tha, alihet ki saltanat. Alihet kjo shpi, kështu e këvender prej guri, mermeri, e kjo bafqi, kjo grada me breda e me lule, alihet kjo me bazente, e kjo Mercedes me garaj, alihet, mazallah, estagfirullah. Atëm të mira sa je gjallë, po kur të vdeq, mos u mërzit, se kur të shkon mendja për këtë dunjon. Asnjëherë, thash vllai dashur, a e njefti këtë vlla? Tha po e njoh. A e din çka thot Islami për këtë? Tha se di. Thash po të kallëzoj. Wallahi, sikur të keshim mundësi, ti dalëm, ta ndalim dhe t'ja hekim qefinin dhe ti thom jo vllai dashur, mos je pishman bre, thot hik mos më vanon. Hiq vllai dashur, çfarë pishman? Po Mercedesin more, por BMW-n more Audin 80, modeli më i ri, ku ta di unë, e këto luksuze këto. A di shka thot? Aman, hiqu larg, mos më vano. Këtë nuk e thamun. Nuk foli prej mendve të mija, vëllezër të dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur drejtohet i miri për kavarezat, e di shka thot? Agjiluni. Thot, ma shpejt. I miri, thot, ma shpejt. Ndërsa, zullumqari, krimineli, kur drejtohet për kavarezat, a dini shka thot? Akhiruni, ma ka dal, ku më qoni? O, mos më qoni bre. Aha, mos të qojnë, do të qojnë edhe dhe kësejsh bile. Pak do të duket bile, ha? Sta mirë ke mendja se dhe hish në të sëndik, ha? A sta mirë ke mendja? E kjo është ajo që ti sta mirë ke mendja, që ikshe me gjdo kusht mundoshtë të mos vdeq, ha? O, vllai dashur, ju thabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nëse do të jesh i qëndrueshëm dhe i gëzueshëm momentin e vdekjes, atëherë bënu i qëndrueshëm sa je gjallë në këtë din dhe asesi mos u luhat. Dhe mos lejo që në prezencën tënde të mangësohet ky din. A ju ka suhadhe din wa në haj, registrohe në shpirtin tënd, në trunin tënd, në zemrën tënde, ti edhe unë ta registrojmë këtë fjalë të madhe, që duhet ta registrojmë në shkronja të arit, dhe kur të mos e harrojmë, se këto fjallën të burrave të mëdhej, si që ka qenë Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili në momentin më të vështirë ka thonë, nuk lejoj të mangësohet kjo feje duke qenë unë gjallë. Mos lejoj të mangësohet feja në asë një aspekt, në familjen tonë, në shoqërinë tonë, në rrethit, në ambientit, mos u dakordo të mangësohet kjo feje. Vëllezër të dashur, andaj ati të mirit dhe t'ja marrin shpirtin me laqet e rahmetit, e ati të keqit Zotin arrujt me laqet e gazepit, e pastaj do t'alshën në varë, e do t'vin me laqet t'a bëjnë sual, edhe këtu duhet qëndrueshmëri, edhe këtu duhet qëndrueshmëri. O vllai dashur, kur do t'i afrohen të mirit, mubashir wa bashir,
Kemi dy lloj melakjeve që vinë te varri, dy lloje. Njëna grupe ka emrin Mubashir wa Bashir. Ato e mëjdeji që i vinë të mirit, Munker dhe Nekir, janë ato që i vinë të keqit. Kur do ndron jetë i miri, kur do hina varr, Allahu Dhul Jalal do t'i çon dy melek t'i japin miqde. A di çfarë miqde? Kur do t'afrohen, kur do t'a lëm vet, kur do t'a kthejmë shpinën, kur do t'i ndinë edhe kpucët tona që po kthejmë dhe po shkojmë dhe po e lëm vet, ha? Po e lëm vet. Subhanallah. Andaj është për sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të vdektit të mos a kthejmë shpinën me një herë, po të rrim pranë tij e të bëjmë dua dhe istighfar, se që atëherë dhe vinë me lakjet të bëjnë sual. Thonë sahabet, shkun të vorrosin një prej ansarve, ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbajti një fjalim me rreth dhe pyetjes dhe përgjigjes dhe sualit të varrit. Na rishin qetë si kur të kemi shpend në kokat tona. Pejgamberi mbajti një fjalim dhe tha, a e dini ju se tash vinë me lakjet të bëjnë sual? Nësa është prej të mirëve, kur t'i thojnë me lakjet, men rabbuke, kush është Zotit? Do të thot Allahun, për të cilin kam dëshmu herët e panumërta, gjatë jetës time kam dëshmu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kur kam ranë në jastikin e gjumit, fjallën e fundit e kam pas la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kur më ka dalë gjumi, kam thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Gjatë jetës time pandërprej kam thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kur do t'i thënë me lakjet me rabbuke, do thë se Allahu Rabbul Alamin. Ka disa njërës, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur do t'i thonë me lakjet me rabbuke, kush o Zoti it, do të thot mirë për mu. I ndinja njerëzit të thonë Allahu, i ndisha njerëzit të thonë Zoti, po mi patën përzi Zotat, se u patën bo shumë Zota, hashave kella, shumë Zota u patën bo. Ai që ka besu Allahu një, do të thot Allahu Rabbi, Zoti im është Allahu. Po çka thuti për atë njeri cili është dërgu? Muhammedun Rasulullah, kam besu pejgamberin e kam respektu, salavat i kam dërgu, sunetet i ti i kam dashuru. E çka thuti për atë libër që është shpallë te umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Do thotë Kurani, Kuranin e kam lexu, Kuranin e kam respektu, Kuranin e kam dëgju. Subhanallah. Do t'i thojnë me lakjet miqde me një bafqe prej bafqeve të xhennetit. Vëllezër të dashur, këtu duhet qëndrueshmëri. Këtu duhet qëndrueshmëri natën e varrit apo gjatë sualit të varrit. Jo dini se Omerit radiallahu anhu, kur i kanë ardhur me lakjet, sa i ka pa Omeri ka thonë, me njëherë para se t'i thojnë ata ka thonë, men rabbukuma, kush është Zoti juaj? Omeri ka thonë, kush është Zoti juaj? Se qatë derte ka pas Omeri sa ka qenë gjallë. Vëllezër të dashur, i kanë shku njënit prej ulemave, si që ka pa vllai vetë në andër dhe ka pyet, si e kalove natën e varrit? Au krishtove prej me lakjeve? Tha, jo vallahi, kur më thanë me lakjet kush është Zoti it, ju thashun, a mund pyetni për Zotin tim, që ja u kam mësu njerëzive 80 vjet pa ndërprerje? 80 vjet gjatë jetës time ju kam mësu njerëzive shahadetin. A mund më pyetni? Me lakjet e ullën kryet dhe i than urime pra, urime. Shqyqo vëjdashur, sa të qetë kanë qenë njerëzit natën e varrit, nuk janë trishtu nga me lakjet, se kanë qenë të pregaditur, ndërsa do të ketë njerëz që do të thojnë, mjerion, e kam pas dëgju kështu tranzit një fjalë, thoshin shokët dhe klasës Zotin, ma pash Zotin, edhe unë dhe njëherë thoshe, vallahi pash Zotin, po nuk jam marrë me këtë e kam pas ma e të guhës, po tash nuk e di. La edri, njërë për mu, nuk e di. Kështu do të thojnë disa njerëz. E ata të cilët kanë qenë stabil në këtë din, ata do të thojnë, Allahu Rabbi, Zoti im është Allahu. Ai cili, kur e ndëgjon e zanin në fund thot, Amentu billahi rabben, wa bil islami dinan, ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam nebijen wa rasula. Kur të mbaron e zanin, është mirë të qështë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ta thush duan e zanit, e pastaj të thush amentu billahi rabban, kom besu Allahun Zot timin,
wa bil islami dinen, dhe islamin si din, si fe timen, dhe bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e kom pranu për pejgamber. A njeri që e thot këto në natën e vorrit, as pak nuk do ta ketë frikë. E kur ta jep gjevapin e sualit të melekve, do t'i hapet një dritare, do të futet në një bafqe prej bafqeve të xhenetit. E disa do t'jetë ajo, sa t'i shofin sytë në 4 anët. Sa t'i shofin sytë në 4 anët, ka që është varri i muslimonit. A disa që në ka varri i muslimonit? Qaqë sa e kemi grinea? Jo, vajdashë. Jo. Varri i besimtarit është, sa t'i shofin sytë në 4 anët, a që është i gjanë, në një bafqe të xhenetit, me ata që kanë shku më parë, jeton në jetën e berzahut së bashku. Ndërsa ata që s'kan besu, çka është varri për ta? Musi na ka tregu i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur i ka pyetur ashabët, çka është varri? Thanë ja Rasulullah, Allahu wa Rasulu alem. Allahu dhe pejgamberi e din, por na e dim varrin një grop, një me dy afërsisht, dhe e fusin të vdekurin. Thanë që kjo është varri, tha jo. Varri është o një bafqe prej bafqeve xhenetit, o një grop prej gropave xhehenemit. Na lusim Allahun Gjalal, Allahu në islam duke qenë në këtë jetë të na forcon. Allahu dinin ton nga dhe e keqe të mbron. Allahu Gjalal, familjeve tona, umetit ton, këtë islam që u dashuron. Për këtë islam të kujdesimi dhe të gajlosemi, që të jemi të shpëtuar në dunjë dhe në ahiret. Lusim Allahu Gjalal, kur të na vinë momenti vdekjes, Allahu të dërgon me latjet e rahmetit dhe neve të na kujton në atë moment shahadetin. Lusim Allahu Gjalal, shejtani cili do të paraqitet në fotografi të prindërve tanë, neve të mos na mbashtron, por ne ta dim se ajo shejtani dhe ta dim se nuk ka fe tjetër të pranuar tek Allahu pos Islami. Lusim Allahu Gjalal, natën e varrit Allahu të na ndihmon. Me latjet të japin miq dhe neve të na i dërgon. Pas sualit dhe gjevapit, Allahu të na bon nasip një bafqe të gjërë prej bafqeve xhenetit, të na largon prej gropës së xhehenemit. Lusim Allahu Gjalal rinin tonë në islam të udhëzon, plejve tonë të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, të burgosirit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron, mbarë muslimanve me ruzullin toksor, Allahu t'u ndihmon, nga azapi xhehenemit të na shpëton, Jannatul Firdausin nasib të na bon. Ela in ahsana al-kalami wa ablaga an-nizam, kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-allam, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-kalam, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala khatamihim wa sayyidihim ajma'in, Muhammad ibn Abdullah al-Mawfi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama wa'adtana, fastajib lahumma kama wa'adtana, ya Hannan ya Mannan, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Hayy ya Qayyum. إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق بلادنا ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.